Qeveria ka miratuar në tetor një vendim të ri që synon të zgjidhë çështjet e pronësisë, duke kompensuar pronarët dhe duke u dhënë të drejtën e pronësisë qytetarëve që kanë legalizuar banesat e tyre. Vendimi parashikon një fond prej 1.2 miliard lekësh për kompensimin financiar. Përmes këtij vendimi, 435 qytetarë që më parë janë pajisur me vendim legalizimi për banesat e tyre, përfitojnë të drejtën për të blerë parcelën ndërtimore sipas ligjit në fuqi. Kjo mundëson atyre të fitojnë pronësinë plot dhe të lishme mbi truallin dhe shtëpinë ku jetojnë, duke eliminuar përfundimisht pasiguritë ligjore që i kanë shoqëruar prej vitesh. Nga ana tjetër, 515 pasuri të palushme që janë prekur nga ndërtimet pa leje do të kompensohen financiarisht. Pronat në fjalë përfshin një sipërfaqe prej mbi 112.000 metra katror dhe kompensimi u jep pronarëve një zgjidhje përfundimtare, duke i dhënë fund konflikteve të zgjatura dhe shpesh të vështira që kanë të bëjnë me të drejtën e pronësisë. Vendim përbën një hap konkret drejt normalizimit të marrëdhënieve të qytetarëve me pronën, duke e kthyer procesin e legalizimeve dhe kompensimeve në një mekanizëm të vërtetë të drejtësisë sociale. Vendimi është pjesë e angazhimit të qeverisë shqiptare dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të vendosur qytetarin në qendër të reformës së pronësisë, duke i dhënë fund pasigurive të krijuara ndër vite për mijëra familje.